Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit në kapitullin për Shqipërinë për vitin 2025, SBA shpreh mbështetjen e tyre për SPAK, ndërkohë që jepet një goditje kreut demokrat Sali Berisha, qoftë për shpallje non grata, ashtu edhe për akuzën e SPAK, të cilën e konsideron si të ndikuar politikisht nga Soros. Në raportin e DASH thuhet se SPAK rrit numrin dhe kompleksitetin e hetimeve për pastrimin e parave dhe sekuestrimet dhe kreu hetime financiare dhe pasurore paralele kur dyshonte për pasuri të paligjshme. Megjithatë, ndjekjet penale mbeten të ulta. Në vitin 2023 SPAK sekuestroi pasuri me vlerë $43 milion dhe në vitin 2024 vazhdoi me arrestimet dhe sekuestrimin e pasurive të ish zyrtarëve të lartë. Në shtator 2024, SPAK akuzoi ish kryeministrin dhe të emëruarin sipas aktit të aprovimeve për operacionet e dhe programet e ndërlidhura të Departamentit të Shtetit 2021, neni 7031.c, Sali Berisha për korrupsion për veprime zyrtare që përfitonin interesat e familjes së tij. SPAK gjithashtu akuzoi dhëndrin e tij për korrupsion dhe pastrim parash. SPAK sekuestroi pasuri të paluajtshme, llogari bankare dhe pjesën e dhëndrit në kompani të lidhura me korrupsionin, thuhet në raportin e DASH. Në vijim, raporti bën të qartë se Shqipëria duhet të vijojë me zbatimin e reformës në drejtësi, duke i dhënë një tjetër shuplak Berishës, i cili pretendon shkrirjen e SPAK. Shqipëria duhet të zbatojë ligjet ekzistuese, të ndjekë udhëzimet rregullatore, të kryejë mbikëqyrje efektive, të përmirësojë bashkëpunimin e forcave të rendit dhe të zgjerojë kapacitetin e policisë dhe prokurorëve për të përqendruar në korrupsion, pastrim parash dhe krime ekonomike komplekse. Shqipëria duhet të zbatojë plotësisht reformat e kodit penal të viteve 2016 dhe 2017, thuhet në raport. Në vijim, DASH thekson se zyrtarët publik janë të ndaluar të mbajnë sasi të mëdha parash të thata jashtë sistemit bankar. Ata duhet të deklarojnë pasuritë çdo vit dhe të deklarojnë trajnimin preferencial financiar dhe uzurfruktin nga asetet. Kompanitë duhet të regjistrojnë pronarët përfitues dhe llogaritë bankare. Struktura e posaçme e prokurorisë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka autoritetin për sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve. Agjencitë e zbatimit të ligjit përdorin një ligj antimafia për të sekuestruar asetet e lidhura me trafikimin e drogës dhe të korrupsionit. Në maj 2024, ministri i Brendshëm njoftoi krijimin e zyrës së rikuperimit të aseteve. Kjo zyrë do të japë përparësi gjurmimit dhe sekuestrimit të aseteve dhe fondeve nga aktivitetet kriminale. Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë një traktat dypalësh për ndihmë juridike, megjithse bashkëpunojnë bazuar në konventa shumëpalëshe dhe në bazë të mirëkuptimit dhe reciprocitetit. Një traktat dypalësh për ekstradimet është në fuqi.